një panoram nëse nuk do të mbillej kaq shumë beton, varreza makinash, profesor Gjeta? Do më lejoni t'ju them një anekdotë shkurtër. Në Mhm. malet tona më i mendshmi është ai që merret me kosh, pra kur ka davago, a filani. Nuk ishte mjete transporti dhe dikush e ngarkonte në shtëpinë se ishte i pamundur me lëviz. Mhm. Dhe një nga këto të moshuar shumë, me çfarë do bëjnë kur ngatrohen dy vet? Mhm. Edhe i thot ky, po duhet ta di kush ngatrohet. I thot, s'dihet, ngatrohen, zihen. I thot ky, dikush i thot, sugjeron, po janë dy njerëz të mendshëm po zihen. As i gjaz bëj thot. Të mendshmit i hapin rrugë njëri tjetrit. Por rastin nëse është një i mençur, një i marr. Përsëri nuk bëj gjë, thot se ky i mençmi do argumentoj, pastaj do i hapë rrugën, s'ka çfarë bën. Po nëse janë dy të marra aty qellështi, thot s'kam çfarë bën. Tani Okej. rasti i Shqipërisë është ky qellështi se unë nuk mund t'i jap zgjidhje. Okej. Unë nuk mund të konceptoj një vend siç jemi Qartë. ne, që kemi 2.2 herë më pak sipërfaqe toke përfrym se mesatarja e Europës dhe shkojmë mbjellim varrez makinash, shtëpi, o çmendurira, domethënë mjafton ngjitesh me aeroplan mbi Rina se shikon që kemi mbjell glasa në përgjithë zonën shumë prodhuese të vendit tonë.